dallime jashtëzakonisht të mëdha, të cilat në këto momente, domethënë në këtë kohë janë tepat e kalueshme, ofendimet që janë bë jo vetëm neve si eksponent të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe komplet elektoratit tonë. Lëvizja vetëvendosje asnjë kryetar të parlamentit nuk e ka votuar. Ne kemi pasur një ftesë, siç e dini tani më e bërë publike nga ana e vetë lëvizjes vetëvendosje për të biseduar, domethënë për formimin e institucioneve, dhe e kemi refuzuar atë publikisht sepse ky ka qenë edhe premtimi jonë gjatë fushatës që ne tashmë kemi dallime jashtëzakonisht të mëdha, të cilat në këto momente, domethënë në këtë kohë janë tepat e kalueshme për t'i parapryer një bashkëpunimi. Ajo çka u deklarua, zyrtarët vendosë thonë që po i friksoheni. Zoti Abdixhiku është friksuar një takim eventual me zotin Kurti, qoftë të takim konsultativ. Nuk e di se prej çka duhet të friksohet, se çfarë ka mundur të ndodhë në një takim, domethënë çfarë do të qoftë ai për të friksuar. Nuk e kuptoj, domethënë nëse dikush ka dhënë një deklaratë të tillë, duhet ta deshifroj se çka ka menduar, se absolutisht Lidhja Demokratike e Kosovës dhe kushdo prej eksponentëve të saj, përfshirë këtu kryetarin e partisë, nuk ka kurfar frike. Ne ka pasur raste kur kemi shku në takimet e Kurtit, për shembull kur ka pas çështje të veriut që ka qenë çështja e sulmit të terrorist në Banjë e tjera, domethënë nuk ju kemi kurfar frike, po thjesht dallimet tona shumë të mëdha, mungesa e bashkëpunimit, siç e thash, polarizimet e cilat kanë ndodhur, ofendimet që janë bë jo vetëm neve si eksponent të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe komplet elektoratit tonë, të gjitha këto na kanë sjellur në këtë pikë. Në anën tjetër, dje ka pasur një shkelje edhe në rregullore, sepse as nuk u propozua, domethënë u fol për kandidaten, po s'ju përmend emri, thanë që e kemi kandidaten e njëjtë. Në anën tjetër treguan që nuk i kanë numrat dhe kanë nevojë për konsulta dhe kanë nevojë për një bashkëpunim politik. Mirë po sa po dulem dhe nuk u vendos, domethënë shkelja nga ana e kryesuesit në këtë rast ishte që kishte dy shkelje në fakt. Kishte shkelje nga ana e përfaqësuesit të lëvizjes vetëvendosje, zotit Konjufca, i cili nuk e propozoi me emër dhe mbiemër, dhe shkelja e kryesuesit i cili nuk e vendosi në votim sepse ti nuk mund të prejudikosh sjelljen e deputetëve. A është edhe nënkuptueshme që do të ishte Albena Haxhiu? Po, na e kuptuam që ishte, po duhej t'i thuhej emri dhe kryesuesi duhej ta vendoste në votim. Në anën tjetër, domethënë ai bëri thirrje për një bashkëpunim politik në mënyrë që ta tejkalojmë këtë blokadë të shkaktuar nga vetë ata, dhe sapo dolëm në korridor dhe ju drejtuam mediave të gjithë përfaqësues, ata tregonin se domethënë qysh partitë politike duhet të marrin pjesë në votim dhe duhet të votojnë për. Gjë të cilën lëvizja vetëvendosje nuk e ka bë asnjëherë si parti parlamentare. Lëvizja vetëvendosje asnjë kryetar të parlamentit nuk e ka votuar. Të partive të tjera përveç se kur e kemi pasur marrëveshjen, domethënë me lëvizjen vetëvendosje, ju e dini, në një moment në vitin 2019 ne arritëm të finalizojmë marrëveshjen, ata kanë propozuar në mënyrë të njëanshme, pa marrëveshje zotin Konjufca, mandej zoti Konjufca është tërhequr për t'ia liruar vendin pas marrëveshjes me LDK-n zonjës Osmani. Domethënë, kryetari i kuvendit përfaqëson 120 deputetët e kuvendit. Mandej u hodh një paralele e cila absolutisht nuk mund të interpretohet si e tillë, sepse u tha që në qoftë se ju nuk e votoni kryetarin e kuvendit, ne mund ta përdorim të njëjtën në metodë në mënyrë që të mos votojmë nënkryetaret, por nënkryetaret janë përfaqësues të grupeve politike. Dhe referuar edhe vendimit të gjykatës kushtetuese 2014-s. Nënkryetaret e kuvendit përfaqësojnë grupet politike, ndërkohë që kryetari i kuvendit përfaqëson të gjithë deputetët. Kjo është edhe arsyeja pse gjithmonë kërkohen figura unifikuese.